Partia në pushtet VMRO DPMNE përmes një komunikate thonë se me ditë të tëra LSDM dhe lideri Venko Filipçe po refuzojnë që të përgjigjen për dyshimet se posedojnë vizë të artë për në Dubai. Ata i drejtohen LSDM-s duke thënë se pasi Zaev po ndërton aty një pallat të lartë, sa milion euro ka transferuar Filipçe në Dubai për të marrë një dokument të tillë. Meqense siç thanë ata, dihet publikisht se marrja e vizës së artë përfshin investime prej disa milion eurosh. LSDM-ja dhe lideri Venko Filipçe me ditë të tëra refuzojnë të përgjigjen për dyshimet se posedojnë vizë të artë për Dubajin, kur i kemi pyetur së fundmi nëse në shembullin e Zoran Zaevit dhe kujdestarit të karrikes presidenciale të tij, Filipçe ka investuar miliona euro për të marrë një dokument ekskluziv që garanton privilegjet e qëndrimit dhe biznesit, nuk ka pasur përgjigje. Tutje, ata thonë se duke pasur parasysh se Filipçe ka qenë ministër i shëndetësisë gjatë krizës më të madhe globale, pandemisë së Covidit, VMRO ngre dyshime se a ka nxjerra i përfitime personale financiare nga kriza dhe a ka marrë një vizë të artë përmes fondeve të marra gjatë asaj periudhe. Ndërkaq që ata thonë se nga LSDM në vend të heshtjes, kërkojnë përgjigje të qarta dhe konkrete për opinionin, duke shtuar se e kanë për obligim që të shpjegojnë nëse dhe si Filipçe e ka marrë vizën e artë për në Dubai dhe nëse i duheshin miliona investime për këtë. Nga VMRO thonë se qytetarët meritojnë transparencë dhe shpjegim nëse heshtja është një përpjekje për të fshehur transaksionet financiare të paargumentuara.